Në metodologjinë për llogaritjen e shportës minimale të lidhjes së sindikatave ka shumë fusha të cilët nuk korrespondojnë me realitetin, nuk janë reale dhe nuk i harxojnë qytetarët brenda një muaji. Kështu u përgjigj për televizionin Koha ministri i Ekonomisë Besar Durmishi, duke komentuar shifrën prej 68.797 denarve që u publikua si shport minimale nga lidhja e sindikatave. Durmishi thot se nuk bëhet fjalë për shport minimale, por për atë mesatare. Ne kemi bërë shportën mesatare konsumatore, ku bazohet në të dhëna zyrtare të cilët i marrim nga enti statistikave dhe për çdo muaj është 13% më e lirë se sa shporta minimale e sindikalistëve. Vetë ata të cilët e kanë shkruar këtë formulë apo këtë metodologji, vetë përpiluesit asaj metodologjie kanë thënë që ajo shport nuk është minimale, por është shport mesatar. Në këtë kontekst të mbijetesës mulore të ambistrive, vjen edhe lajmi se javën e ardhshme industria e miellit do të vendosë për çmimin e bukës. Prodhuesit po bëjnë përpjekje që çmimi i bukës të mbetet i njëjtë. Marrëveshja e arritur midis përfaqësuesve të qeverisë me industrinë e miellit që të mos shtrejtohet buka skadon javën e ardhshme. Inspektorati i Tregut thotë se gjatë periudhës së kaluar kanë kontrolluar rreth 800 markete, por nuk kanë mbërritur rritje të çmimeve tek produktet bazë të ushqimit. Kontrollet e përforcuara paralajmërojnë edhe javën e ardhshme, ku do të përfshihen edhe barnatorët bujqësore që duhet t'i ulin çmimet dhe marzhat e plehrave artificial. Autoritetet qeveritare pranojnë se ka rritje të çmimeve për 0.5% të produktet ushqimore, duke siguruar se qeveria ka mekanizma për t'u përgjigjur nëse vazhdojnë rritjet e çmimeve.